Pas atentatit të ndodhur në Rinas ku vra Gilmando Dani dhe u plagos punonjësi AMP që e shoqëronte Muçi Shaljani, ka reaguar Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Muçi Sheqeri Shaljani, shoferi i Danit, rezultonte se ishte një punonjës në provë i këtij institucioni të rëndësishëm. AMP ka nisur menjëherë verifikimin e brendshëm të procedurave administrative të ndjekura, si dhe praktikën e plot me agjencitë përkatëse dhe Policinë e Shtetit në lidhje me procedurën e rekrutimit të tij prej shtatorit 2025. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, Eduard Merkaj, ka urdhëruar pezullimin e zinxhirit komandues të strukturës së forcës së posaçme operacionale të AMP-s deri në zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Në komunikimet në vijim do të bëhen me dije rezultatet e këtyre veprimeve. Agjenti i Mbikëqyrjes Policore Muçi Shaljani, alias Sheqeri, vijon të ndodhet i intubuar në repartin e reanimacionit në gjendje të rëndë. 40 vjeçari ka marrë 10 plumba në trup, 2 prej të cilëve në kokë, pas atentatit mafios pranë aeroportit të Rinasit. Ndërkohë, sipas Autoritetit Kombëtar për Sigurinë e Informacionit të Klasifikuar, DSIK, institucion që verifikon pasërtinë e figurës për punonjësit të AMP-s, bëjnë me dije se Muçi Sheqeri nuk rezulton të ketë patur certifikat sigurie, ndaj ka nisur një hetim për të zbuluar mënyrën e punësimit të tij pranë Agjencisë Mbikëqyrjes Policore. Sheqeri është punësuar në muajin shtator, kur institucioni drejtohej nga Artiol Saliasi. Si ndodhi atentati? Objektivi i atentatit të dieshëm dyshohet se ishte Dani, krau i djathtë i Emiliano Shullazit, 47 vjeçari bashkë me mikun e tij, sapo ishin kthyer nga Barcelona kur u përballën me breshërinë e plumbave. Autorët e këtij atentati mafioz i pritën Danin dhe mikun e tij derisa lanë aeroportin e Rinasit, ku kishin parkuar makinën 4 ditë më herët dhe qelluan një herazi nga një Toyota Yaris në drejtim të Benzit luksoz. Benzi për inerci eci edhe pak nga momenti i parë kur është qelluar dhe ka ndalur disa metra më pas. Për të siguruar se kishin kryer misionin, njëri prej atentatorëve me kapele dhe i maskuar del jashtë dhe lëshon breshërinë e fundit. Më pak se një orë më vonë, një makinë e djegur u gjet pak kilometra më tutje në fshatin Halil në Fushkruj. Në mjet u gjetën edhe 3 kalashnikov dhe pistoleta që autorët dyshohet se kanë përdorur në atentat.